Sonte në natën e madhe, kur po e përcjelli muajin e shenjtë të agjërimit, muajin e Ramazanit, kryetari i Bashkisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, ka përcjellur mesazhin e kësaj feste, duke thënë se sonte po mbyllim një muaj të madhërisëm agjërimi, ku kemi pasur shumë vizita dhe kemi bërë ibadet. Por jo vetëm këtë muaj, por edhe në muajt në vazhdim duhet të vazhdojmë të vizitojmë të afërmit dhe të dashurit tonë. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, sonte besimtarët muslimanën mbyllin agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit, gjatë të cilit me përkushtim, bindje dhe devotshmëri kryen një ndër kushtet kryesore të besimit islam. Agjërimi i muajit të Ramazanit është ibadet të cilin besimtari e kryen vetëm për hir të Zotit xhallashanuhu, për të arritur kënaqësinë e tij dhe i bindur se ai do ta shpërblejë atë. Gjatë një muaji të tërë, si asnjëherë më parë, ishim së bashku në adhurime, falje e lutje, drejtuar Zotit të Madhërisëm. Ishim së bashku në iftare dhe syfyre, vizituam familjar dhe miq, treguam humanizëm, mbështetje, respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Vëllezër dhe motra, Ramazanin po e përcjellim të lumtur që Allahu xhallashanuhu na mundsoi të përjetojmë dhuntit e tij. Andaj krenar dhe faqebardh që festojmë festën e Fitër Bajramit me familjet tona. Lusim Zotin të largoj nga egot dhe pasionet e ndaluara, po kështu duke uruar Fitër Bajramin për më shumë shëndet e adhurim ndaj Zotit. Fitër Bajrami na vjen pas një muaji për plot sakrificë, dashuri, zemërgjerësi dhe afërsi me njëri tjetrin. Andaj shpresojmë tek i Madhi Zot xhallashanuhu të gjitha adhurimet që i kemi bërë në drejtim të tij të na i pranojë neve. Dhuntit, mësimet, porosit e muajit të bekuar të Ramazanit duhet të na shoqërojnë edhe në muajt vejus pas muajit bekuar të Ramazanit, duke mos e ndal në asnjë rrethan adhurimet tona për Zotin xhallashanuhu. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, në këtë natë të madhe, në vigjilje të festës së Fitër Bajramit, lusim Zotin e Madhërisëm për mirësi, begati, paqe dhe harmoni, larg grindjeve dhe konflikteve, egove dhe pasioneve tona. Andaj, në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit dhe në emrin tim personal, ju dëshirojmë lumturi, dashuri, paqe, harmoni, mirëqenie dhe rahati të gjithë juve. Festa e Fitër Bajramit let na sjell tek ne në familjet tona ngrohtësi, dashuri, harmoni e lumturi. Zoti na i pranoft të gjitha adhurimet që i kemi bërë në drejtim të tij. Me fat ju qoft festa e Fitër Bajramit.